Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgojmë, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe e pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përmes virtyteve të tij dhe kemi ardhur tek kapitulli i 52 ku autori na flet për trashëgimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, çfarë ka lënë i dërguari i Allahut si trashëgimi pas vdekjes së tij. Imam Tirmidhiu vëllezër në këtë kapitull i ka pru plot 7 hadithe për të na sqaruar neve se çfarë la pas vete i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam prej pasurisë së dunjos. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po ashtu dhe të gjithë pejgamberët e Allahut të cilët kanë qenë para tij, çdo gjë që e kanë pas prej pasurisë së tyre të kësaj dunjoje, ata e kanë lënë pra sadaka, e kanë lënë vakëf. Prandaj edhe pejgamberi i dashur dhe i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, pra pasurinë të cilën e ka pas, e ka lënë vakëf, e ka lënë sadak. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu dhe pejgamberët të cilët kanë qenë para tij, nuk kanë trashëguar prej pasurisë së kësaj dunjoje asnjë derhem dhe asnjë dinar, por ajo se çfarë kanë trashëguar prej pasurisë së kësaj dunjoje ka qenë pra trashëgimia e tyre që kanë lënë, ka qenë dituria e tyre. Dhe autori Imam Tirmidhiu vëllezër e nis me hadithin 399 të Amr ibn al-Harith, i cili thotë se i dërguari i Allahut nuk ka lënë mbrapa asgjë përveç armës së tij, mushkës së bardhë dhe një trualli i cili thot të cilin e kishte lënë si sadak. Dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu me numrin dorë 2739. Prandaj gjërat të cilat i ka lënë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam o vëllezër janë gjëra aq të pakta sa që mund të i numërojmë vetëm me gishtrinjet e njënës dorë. Aq pak që ka lënë i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe atë që e ka lënë i dërguari i Allahut pra e ka lënë sadak, e ka lënë pra vakëf për muslimanët. Pra i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, siç thot hadithi paraprak, ka lënë pra armët e tij. Dhe prej armëve që i ka lënë i dërguari i Allahut si trashëgim është pra shpata e tij, është i gjeta e tij, është mbroja e tij, është tiza e tij dhe është për krenarja e cila ka qenë prej hekujt. Ndërsa prej kafshëve pejgamberi alayhis salatu wasalam ka lënë një gomar i cili emrin e ka pas Duldul dhe ai nuk ka qenë pra i veti, ka qenë i dhuruar prej mbretit të Egjiptit, pra Mukakisit, dhe ajo pjesë e tokës të cilën i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pra e kishte lënë sadaka. Pra gjithë këtë pasuri të pak që ka pas i dërguari i Allahut, edhe ato e ka lënë pra e ka lënë sadak. Siç thotë edhe Ibn Kathiri në Bidaja wal Nihaya rahimullah, thotë e gjithë dunjaja me gjithë ato të mirat që i posedon ajo dunja, tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithë ato kanë qenë pa vlerë. Nuk kanë pas kur një farë rëndësie dhe nuk kanë pas kur një farë vlerë. Sesa ajo që ai të angazhoi për të kërkuar apo për të tubuar prej kësaj dunjoje dhe më pastaj të linte diçka që të trashëgojnë të tjerët prej pasurisë së tij materiale. Mirpo i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk është marrë me këtë. Është marrë me davet, është marrë me thirrje dhe është marrë me dije. Pra, prej asaj se çfarë ka lënë i dërguari i Allahut u pa në hadith, shumë pak, dhe ato i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk i ka lënë si të trashëgohen, por i ka lënë si sadak për të tjerë. Dhe autori na sjell hadithin 400 që transmeton Ebu Hurajra, i cili thotë: pas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam, Fatimja, pra çika e pejgamberit të Zotit, shkon tek Ebu Bekri dhe e pyet Ebu Bekrin: o Ebu Bekr, kush do të trashëgoj? Ka thonë Ebu Bekri radiallahu anhu: pasurinë time që e kanë, do të trashëgon gruaja ime dhe familjarët e mi. Fatimja i drejtohet dhe përsëri e pyet Ebu Bekrin dhe i thotë: e pse thot unë të mos trashëgoj prej babës tim? Pra pasurinë tonë e trashëgon familja jote dhe gruaja jote.
E pse thot unë mos trashëgoj prej babës tim, atër Ebu Bekri radiallahu anhu i thot, oj Fatime, i dërguari i Allahut, pra baba yt ka thonë hadith, neve pejgamberve nuk na trashëgon askush. Neve pejgamberve nuk na trashëgon askush. Dhe pastaj vazhdon Ebu Bekri radiallahu anhu duke thonë, mirë po do të kujdesem për atë që është për kujdesër i dërguari i Allahut, si dhe do t'i ndihmoj atyre që i kanë ndihmuar i dërguari i Allahut pa ju munguar atyre asnjësen. Fatimja radiallahu anha vëllezër tham, çika pejgamberit alayhis salatu wassalam, e cila ka vdekur 6 muaj mas vdekjes së pejgamberit. Dhe prej çikave që më së shumti i ka përngjatë të dërguarit të Allahut ka qenë Fatimja. Dhe mas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam, halife i muslimanëve është bo Ebu Bekri radiallahu anhu. Dhe kjo ka kërku prej halifës muslimanëve, prej Ebu Bekrit, që me avon atë hise dhe atë mall që i takon asaj. Prej këtij hadithi kuptohet paraprakisht që Fatimja radiallahu anha nuk ka ditë hadithin e pejgamberit Zotit që ndalohet trashëgimia tek familjarët e tij, por ajo mall dhe ajo pasuri e profetit mbetet si sadat. Pra Fatimja nuk e ka ditur. Nuk e ka ditur hadithin ne pejgambert nuk trashëgojnë, të cilin Ebu Bekri radiallahu anhu ja tregoi. Pra ato dhe Fatimja kur ka shku tek Ebu Bekri, pyetjen e parë që ja ka bëj ka thonë, pse të mos trashëgoj unë prej babës tim, por derisa familjarët e tu, pra gruaja jote, fëmijët e tu, po trashëgojnë prej pasurisë tënde. Atëherë pse mu ndalohet një gjë e tillë, kur ai mall dhe ajo pasuri është babës tënde? Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu e ka tregu hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, oj Fatime, a nuk e ke dëgju se çfarë ka thonë, pra i dërguari i Zotit baba yt, neve pejgamberve nuk na trashëgon askush. Nuk na trashëgon askush. Edhe kjo ka qenë arsyeja, o vëllezër, pse Ebu Bekri radiallahu anhu nuk e ka shkep dhe nuk e ka nda trashëgimin e pejgamberve në mesin e të afërmëve të pejgamberit të Zotit, pra familjarëve të tij dhe mesin e grave të tij. Kur Fatimja radiallahu anha e dëgjoi këtë hadith të pejgamberit, nuk e kundërshtoi fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sepse ajo kishte dijeni se fjala profetit nuk kundërshtohet, ndërsa i madhi Zot po na thotë te sura Hujurat 1, o ju që keni besu, mos nxitoni para urdhrit të Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe keni frikën e Allahut, vërtet Allahu dëgjon gjithçka dhe është i gjithdijshëm. Prandaj, sikurse të kishte dëgjuar Fatimja radiallahu anha këtë hadith më herët, nuk do të kishte shku tek Ebu Bekri për të kërkuar hisën e pasurisë që e kalon i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Ebu Bekri, si prisi besimtarve, halife muslimanve, ju përgjigj Fatimës dhe i tha se unë si halife nuk kam e ndërprej furnizimin dhe kujdesin ndaj jush. Përkundrazi, kam e shpenzu, kam u kujdes për gjithë ata për të cilët është kujdesur dhe ka shpenzuar i dërguari i Allahut gjatë jetës së tij. E kemi në një hadith që lidhet direkt me muhabetin e Fatimës dhe Ebu Bekrit, që transmeton Aisha radiallahu anha, e cila thotë se Fatimja, bia e Ebu Bekrit, bia e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ka ardhur tek Ebu Bekri dhe ka kërkuar prej Ebu Bekrit pra trashëgimi, të cilët i përkiste asaj, pra Fatimës radiallahu anha. Dhe ajo trashëgimi ka qenë pra një copë toke të cilën i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas betejës Hajberit e kishte marrur si plaçk e luftës. Dhe Ebu Bekri radiallahu anhu është përgjigjur Fatimës dhe i ka thonë se ne nuk trashëgomi atë që lëm pas, ajo mbetet sadak, i ka tregu hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe pastaj thot pra Ebu Bekri radiallahu anhu beton me Allahun se nuk kam ndryshu, nuk kam me paksu asnjë sen për lëmoshës që i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë dhe ka vepruar në kohën e tij, ashtu thot edhe unë do të jem dhe ashtu edhe unë do të veproj, dhe pastaj thot sepse kam frikë nëse diçka nga vepra e ime kam frikë, sepse kam frikë se nëse lë diçka për vetes time kam e deviju. Pra e ka thoni Ebu Bekri, është drejtu Fatimës çdo sen që ka vepruar profeti, kam e bëu unë. Hadithi është tek Imam Buhariu dhe tek Imam Muslim. Dhe autori e vëllezër e sjell hadithin 401 nga Ebu Bahteriu, i cili thot Abasi edhe Aliu kanë shku apo kanë ardhur tek Omeri radiallahu anhu.
Abasi dhe Aliu kanë pas një mos pajtim me vetit. Dhe secili i ka thonë një tjetrit diçka. Do thonë, kjo është kështu, ai tjetri ka thonë jo kështu. Ky ka thonë kjo është kështu, ai tjetri ka thonë kjo është kështu. Edhe tek Omeri radiallahu anhu kanë qenë disa prej burrave të mëdhej, prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ka qenë Talha, ka qenë Zuberi, ka qenë Abdurrahman ibn Awfi, edhe ka qenë Sa'd. Edhe Omeri radiallahu anhu ju drejtohet këtyre burrave, shokëve të pejgamberit dhe i thotë: po ju pyes për hir të Allahut. A keni dëgju për pejgamberit alayhis salatu wasalam duke thonë pasuria që e lë pas vete çdo pejgamber është sadak, përpos ushqimit me të cilën ushqen pasardhësit e tij, neve pejgamberve nuk na trashëgon askush. Dhe ky hadith e ka një tregim gjatë që do të vjen pak më vonë. Pra, Abasi kush ka qenë? Abasi ka qenë miqë e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ndërsa Aliu është djali i miqës së pejgamberit i biri e Abu Talibit. Këta të dy kanë shku tek Omeri radiallahu anhu, edhe kanë kërku prej Omerit çështjen e kësaj toke. Paraprakisht Omeri radiallahu anhu ja u ka dhënë menaxhim atë tokë. Më thonë, me përfitu prej saj, asa ka nevojë familja e profetit dhe pjesën tjetër me shkep sadak. Edhe këtu këta kanë pas një farloj mos pajtueshmëri mes një tjetër dhe kanë ndodhur mos pajtim mes tyre, edhe në kohën e Omerit, pra Omeri në atë kohë ka qenë halife i muslimanëve pas vdekjes së Abu Bekrit, dhe Omeri radiallahu anhu është kujdesur për mirëqenien e besimtarëve, mirëqenien e muslimanëve, për shpenzimet e tyre dhe është kujdesur edhe për mirëqenien dhe shpenzimet e familjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam, dhe i dërguari Allahut tham atë tokë që tregoi Aisha radiallahu anha, që ka qenë pra plaçk për plaçkës së luftës në Khaybar, e kalon sadak, e kalon vakëf për musliman. Omeri radiallahu anhu e ka pas arsyeshmë vëllezër që disa prej familjarëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam të kujdesen për këtë tokë. Paraprakisht është kujdes e Abu Bekri. Nuk e kalon menaxhim, vetë është kujdes. Po është edhe Omeri radiallahu anhu. Pastaj pas një kohë ka thonë po ju jap unë Abbasit edhe po ja jap Aliut radiallahu anhu që këta dytë me menaxhu. Do thonë me marr për asaj sa ka nevojë dhe pjesën tjetër me kthy tek buxheti i muslimanëve, pra mushkep sadak. Mirë po, këta dytë edhe Abbasi edhe Aliu radiallahu anhu kanë pas një farloj e mos pajtimi mes veti dhe kanë shku tek Omeri radiallahu anhu si halife i muslimanëve për me drejtu çështjen, për me qit pra meselën në binar. Për kësaj çfarë kuptohet për këtë hadithi, dietarët kanë thonë, ajo çfarë kuptohet është se paraprakisht edhe Abbasi, por edhe Aliu radiallahu anhu, synimin e tyre kanë pas që me nda këtë tokë. Pra një pjesë me marr Abbasi dhe pjesën tjetër me marr Aliu radiallahu anhu. Por nëse kjo tokë do të ndahej në dy pjesë, atëherë kjo do të llogaritet si trashëgimi, që aty do të kishin qasje pastaj e gjithë familja e pejgamberit alayhis salatu wasalam, e gjithë familja e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Mirë po Omeri radiallahu anhu u sharoi atyre dhe u bori me dije këtë çështje dhe tha se pejgambert nuk trashëgojnë. Dhe kjo ka qenë arsyeja pra pse Omeri radiallahu anhu ka marrë para vetës sahabët e mëdhenj për me dëshmu atë se çfarë ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Pra në prezencë tij ka qenë Talha, Zuberi, Abdurrahman ibn Awfi dhe Sa'di. Dhe këta burra janë prej sahabëve të mëdhej, këta burra janë prej 10 të garantuar me xhenet. Edhe kur i ka pyet Omeri radiallahu anhu këta burra, ka thonë ju betohem për hir të Allahut me dëshmu dhe më tregoni se a keni dëgju këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wasalam që pasuria e pejgamberëve është sadak, përveç asaj me të cilën ushqehen dhe ne pejgambert nuk trashëgojmë, që të gjithë kanë dëshmu dhe kanë thonë se po ne këtë kemi dëgjuar nga i dërguari i Allahut, pra se pejgambert nuk trashëgojnë. Dhe pastaj autori na sjell hadithin 402 nga hadithi e Aishës, e cila tregon se i dërguari i Zotit ka thonë, hadithi është tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi: neve të dërguarve të Allahut nuk na trashëgon askush. Pasurinë të cilin e lëm pas, ajo mbetet sadak, ajo mbetet lëmosh. Kjo fjalë e Aishës radiallahu anha, edhe pse Aisha ishte njëra prej atyre grave që mundet me trashëgu prej pasurisë së pejgamberit alayhis salatu wasalam, nëse i dërguari Allah do ta linte ato si pasuri. Por Aisha radiallahu anha me plot sinqeritetin e saj e tregon këtë hadith dhe thot se
trashëgimia apo pasuria e profetit I dërguari I Allahut ato e kalon sadak, e kalon vakëf. Pra, ka pas për qëllim se vetë I dërguari I Allahut atë mall, atë pasuri që e ka pas, e kalon pra si sadak. Dhe autori e sjell hadithin 403 prej Ebu Hurajrës, që është tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, se I dërguari I Allahut ka thonë, pasardhësit e mi nuk trashëgojnë as dinar, as dirhem. Tër ajo që e kam lënë mrapa, përveç pasurisë se lëm, për t'i mbuluar shpenzimet e grave të mia dhe të kujdestarëve të vakëve të mia, mbetet sadak. Edhe ky hadith paraprakisht është ajo se çfarë autori e tregoi pak më lart, se pejgamberi nuk trashëgohet, nuk ka trashëguar as dinar dhe as dirhem. Çdo gjë që ka mbet pas furnizimit të grave dhe të kujdestarëve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, pjesa tjetër e mbetur pra mbetet sadak dhe shkepet për fukarat. Dhe pastaj autori na sjell hadithin 404 nga Malik ibn Efs, I cili thotë se kum shku tek Omeri radiallahu. Deri thot aty te Omeri ka qenë prezent Abdurrahman ibn Auf, Talha, Sadi. Pastaj thot erdh Abasi dhe erdh edhe Aliu radiallahu anhu, dhe mes tyre kishte ndodhur një mos pajtueshmëri mes tyre. Dhe pastaj Omeri radiallahu anhu I është drejtuar, domethënë sahabe të mëdhenj, Abdurrahmanit, Talhas dhe Sadit, duke thonë pashat me lenë të cilit qëndrojnë qetë dhe toka. A e dini se pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thonë, neve të dërguarve të Allahut nuk na trashëgon askush pasurinë të cilin e lam pas vete mbetet sadak lëmosh. Dhe hadithi është tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pra Omeri radiallahu anhu, si shtam fillim, e ka caktu edhe Abbasin edhe Aliun që ata mu kujdes për këtë copë tokë që I dërguari Allahut e kalon pas vetes. Dhe se qëllimi I kujdeses për këtë tokë është që ata me I siguru shpenzimet e familjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe pjesën tjetër të mbetur me shkep sadak. Sikurse u përmend edhe më lart, sepse pra edhe Abu Bekri nuk e ka dhënë ato, por edhe Omeri radiallahu anhu po ashtu nuk e ka dhënë në këtë tokë në fillimet e khilafetit të tij, mirë po pastaj e ka dhënë menaxhem, domethënë Abbasit edhe Aliut. Pastaj mes tyre ka ndodhur një mospajtueshmëri, edhe se dëshira Abbasit edhe dëshira Aliut ka qenë që kjo tokë të ndahet për gjys, pra një pjesë të jepet Abbasit, miqës së pejgamberit, ndërsa pjesa tjetër të jepet djalit të miqës së pejgamberit alayhis salatu wassalam, Aliut. Mirë po Omeri radiallahu anhu nuk e lejoi këtë gjë, duke u kujtuar atyre hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam se ne pejgamberët nuk trashëgohemi. Dhe rreth këtij është një tregim shumë I gjatë, është një hadith shumë I gjatë, dhe ky hadith është tek Imam Buhariu dhe Muslimi, por që ka të bëjë pikërisht me këtë temë dhe ka të bëjë pikërisht me ato se çfarë na tha autori paraprakisht. Dhe autori e sjell hadithin 405 prej Aishës radhiyallahu anha, e cila thotë se pejgamberi alayhis salatu wassalam nuk kalon pas vetë as dinar dhe as dirhem, dhe as dele dhe as deve. Pastaj thot transmetuesi ka dyshues thot se Aisha a ka thonë, a ka përmend edhe rob apo edhe robresh. Hadithi është I saktë tek Musnedi Imam Ahmedit. Pra I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kalon pas veten këtë dynjë ndonjë pasuri që ja vlen mu përmend. Pasuri që ja vlen me përmend. Jeta e tij në këtë dynjë ka qenë jetë e ibadetit, e adhurimit dhe nënshtrimit. Pra dujoja për pejgamberin alayhis salatu wasallam ka qenë e parëndësishme, e pavlefshme. Por se I dërguari Allahut nuk është angazhu për të mbledhur pasuri, por I dërguari Allahut është angazhu për njohshmëri, për tauhid, për sunet. I dërguari Allahut është angazhu për mi thirr njerëz në besimin e Allahut, mi largu njerëz pe shirkut, mi largu njerëz për haramit dhe mi au bë të dashur dhe të njohur Allahun e lartësuar. Dhe ky ka qenë angazhimi I pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe jo vrapimi mas përfitimeve apo mbledhjes së pasurisë të kësaj dynjane. Përkundrazi, synimi kryesor I pejgamberit alayhis salatu wasalam ka qenë përhapja e fesë së Allahut të lartësuar. Dhe I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam çfarë kalon pas vetes tij? E kalon diturinë, të cilën ne sot e lexojmë dhe mësojmë prej xhallarëve më të mëdhej se sa na. Prandaj kushdo që merr
nga dia pejgamberit alayhis salatu wasalam, dijeni o vëllezër se ai ka marrë një pjesë të madhe të mirësisë, begatisë dhe ka marrë një pjesë prej trashëgimisë së pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe dua ta përfundoj këtë kapitull me një tregim të saktë që e gjejmë tek Taberaniu të Ebu Hurerës radhiyallahu anhu. Më thonë mas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu wasalam, një ditë për ditëve Ebu Hurera radhiyallahu anhu shkon dhe futet në treg. Në treg ku njerëzit bëjnë pazar, shesin e mbushur me njerëz. Dhe thotë Ebu Hurera u ndala para tregtarit. Dhe ju thash, o ju tregtar, sa të pakujdesshëm që jeni. Me Zot madh ka folë Ebu Hurera. O ju tregtar, sa të pakujdesshëm që jeni. Ata ju drejtuan Ebu Hurerës dhe i thanë, për çfarë po flet Ebu Hurera? Pse na jemi të pakujdesshëm? Thot, a nuk keni dëgju se trashëgimia e pejgamberit po ndodhet? Ndërsa thot ju po qëndroni në treg dhe nuk po shkoni me marr hisën apo pjesën tuaj. Për ato thot ju jeni shumë pakujdesshëm. Me një farë fjale vraponi, shkoni dhe merrni hisën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ata i thanë, o Ebu Hurere, po ku po shkepët hisja e pejgamberit alayhis salam? Do thonë kusht u dhone hisë e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ebu Hurere thotë në xhamin e tij, thotë shkoni në xhamin e tij, thotë aty është u shkep hisja e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe gjithë tregtarët shkuan tek xhamia e pejgamberit alayhis salatu wasalam për të marrë prej trashëgimisë apo prej hisës së pejgamberit Muhamedit alayhis salatu wasalam, ndërsa Ebu Hurera nuk po lëviz, po i pret dhe po qëndron në treg. Kur u kthyn ata, u kthyn me dur bosh, me dur shprast. Edhe Ebu Hurera thotë, çfarë u bën thotë? Thotë, a nuk e morët hisën e pejgamberit alayhis salatu wasalam? A nuk e morët pjesën që ju takon secilit prej trashëgimisë së pejgamberit alayhis salatu wasalam? Ata thanë, a nuk shkut mrena në xhami të pejgamberit alayhis salatu wasalam? Thonë Ebu Hurera, na shkum xhamit pejgamberit. Po thotë, na nuk pam aty që dikush pe ndon dhe po e shkep hisën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Po thotë, a nuk pat njerëz mrena në xhami? Thotë, nuk i pa aty njerëz në xhami? Thotë, po çfarë pat në xhami? Thotë, na në xhami po njerëz duke bën namaz. Na në xhami po njerëz duke lexuar Kur'an. Na në xhami po njerëz duke mësu rreth halalit dhe haramit. Na në xhami po njerëz duke bë davet. Thot aty s'pat trashëgimi pejgamberit alayhis salatu wasalam, pra nuk pat hise që e shkepshin për njerëzimin. Ebu Hurera thot, radhiyallahu anhu, thot, mirë për ju. Me Zot madh thot, mirë për ju. Kjo është trashëgimia e pejgamberit alayhis salatu wasalam, dituria, e jo pasuria që e kanon ai. Domethënë ky është edhe dersi jon për sonte, me shpresë që takomin e dersin ton të radhës, dhe do të jetë dersi i fundit sa i përket pra njeh pejgamberin përmes virtyteve të tij, dhe përfundon me lejen e Allahut sot një javë dhe libri i Sheikh Abdulrazak al-Bedrit dhe shpjegimi i tij rreth virtyteve, cilësive të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dersi i fundit është pra të parit në ëndër pejgamberin alayhis salatu wasalam. Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërblet.